Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashkimet e detajuara, me parashkimet çfarë dëshironi juve. Flasim për datën 11 prill 2026. Në çdo aspekt, në çdo gjë, në çdo drejtim që ju dëshironi. Dhe jeni në kërkim për parashikime, për gjithçka dëshironi. Parashikime që janë me taban, parashikime që në bazë të planeteve. Dhe këtë ne e bëjmë me kënaqësi, sepse është besimi dhe ajo çfarë ju jeni. Por kjo ditë, çfarë na mëson më tepër? Data 11, hëna që kalon në shenjën e ujorit. Kjo do thotë në ndikime në anën e madhe të interpretimit të gjërave. Kjo të çlironi nga pesha e ditëve të mëparshme. Tani keni nevojë për një përmarrje të lehtë. Dhe kjo do thotë distanca, një ide, një perspektivë ndryshe. Por Marsi po i afrohet në mënyrë të rrezikshme Neptunit. Ky është një nga momentet kryesore të muajit. Aksioni fillon të turbullohet disi. Ka ndikime, gjërat për shpejtime, por nuk i ka drejtimin e qartë. Mund të ndjeni se diçka po ju tërheq, por për të qenë sigurt, nëse po ju çon në drejtimin e duhur, atëherë shikojeni dhe pastaj veproni. Dita është e përshtatshme për frymëzim, krijim, ide dhe mundësi. Vetëm duke bënë pa kujdes nga konfuzioni, keq orientimi apo energjia jo e mbledhur. Këto të shikoni pak dhe do dilni të fituar. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, të veçantë në llojin e vet, unë ju rikujtoj edhe një herë, për ju që interesoni parashikimet e tjera, kemi faqen këtu. Faqja roz. E klikoni dhe duke klikuar, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe për të marrë përgjigjen, sepse përgjigjen e merrni nëpërmjet WhatsAppit apo Viberit në kohë që keni dërguar mesazhin, që ta kuptoni gjërat se si funksionon. Për juve që doni që në kohën që ne jemi live dhe doni të dërgoni një mesazh, atëherë si më do të dërgoni këtë mesazh? Është ai butoni aty. Në pyetje përgjigje, çdo të mërkur, ora 20:00. E klikoni, ndiqni hapat, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e dashit. Çfarë ndodh me dashin? Dhe pse dashi nga një anë mundohet shumë për të arritur diçka dhe nuk e arrit ashtu siç duhet? Duke pasur parasysh sepse ka qenë dhe është një nga ndikimet më të mira në lidhje me ekonominë, në lidhje me ndryshimet, në lidhje me vendimet të mëdha që bëhen. Por gjithashtu ka dhe diçka shumë të madhe, sepse tani e tutje, po t'i vini re gjërave që kanë ndodhur ose mënyra dhe mundësia, koha bën që juve tani të arrisni që të shikoni çfarë doni të bëni, ku doni të shkoni në lidhje me takime pune, në lidhje me gjëra të ndryshme që do të keni tani tutje ju, edhe pse ka të bëjnë me fushën e biznesit, me fushën e ekonomisë dhe jo vetëm në çështjet që lidhen me anën shpirtërore. Këtu mund ndalojmë pak, sepse keni pasur një ndarje të dashur miq, të shenjës së dashit, keni pasur me peshore, pra ta që kanë pasur, nuk flas për gjithë, sepse nuk jemi as të diktojmë ose të bëjmë gjëra, domethënë sepse këto janë gjëra që vetëm Zoti i afron dhe Zoti i bashkon. Nuk i bashkojmë ata çështjet magjike që bëhen këto gjëra që këta janë për të kaluar, domethënë radhën ose për të mush ato minutat. Largoni këto gjëra, më mirë të anashkaloni sepse energji negative është, nuk është pozitive. Gjërat që do të ndikojnë, do t'ju ndihmojnë shumë në këtë ditë, sepse zakonisht dita e shtunë është mjaft ditë e rëndësishme për arsye, për punën, për gjërat, sepse duke pasur hënën e ujor, ku mund të humbasësh, mund të fitosh gjithmonë. E del fituar në këtë drejtim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me shikjetar është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për demin. Demi do të thotë që është mundësia, është koha e rëndësishme dhe e vendimeve të mëdha që merren, por meqense
keni dhe disa gjëra që për shumë çështje kohe, disa gjëra që mund keni pasur probleme në ekonomi, është momenti tani për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Por unë ju them që kjo periudhë është e mirë, është mjaft pozitive, është mjaft ideale dhe mundësitë e arta që keni tani tutje është momenti më i mirë për të zgjidhur probleme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me luan dhe me ujor janë të mbara. Shkojmë tek shenja radhës që do thotë binjakët. Binjakët e dashur, një problem i vogël që keni pasur në fushën e punës juve, meqense kjo ditë e shtunë është pak me sybet, sepse në një anë do të merrni vendime, por nuk keni të gatshëm të përgjigjeni kërkesave që do vazhdojnë më tej. Në anën tjetër, mundësitë janë dhe janë të realizuar, kanë edhe mënyrën e komunikimit ose të gjërave të mëdha, sepse binjakët gjithmonë kanë ndryshime që lidhen me ekonominë, kanë ndryshime që lidhen edhe me punën, por mirë është të bisedoni nëse është e mundur, sepse një bisedim i sinqert nuk është për të keq, po është për të mirë. Kështu që juve mund të bëni si të dëshironi dhe si të rregulloni gjërat të ku doni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me ujor janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Meqense gaforet duket se tani për tani janë në ndikime të mira pozitive, por njëkohësisht edhe çështjet që rriten me ekonominë, rriten me vendime të rëndësishme që do të keni tani e tutje, por ka diçka. Ndikime pune në karrierë dhe në disa ndryshime të vogla që mund të keni tani, ka ndryshime kalimtare, por jo problematike, meqense ka të bëjë një zgjidhje përkohshme për punën dhe karrierën, ka diçka shumë të madhe. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëmtë dhe diçka parë, me ujorët dhe diçka tretë, është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa i përket luanit, meqense luanët këtë periudhë e kanë të tyren. Këtë periudhë duket se ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës së tyre, ndryshojnë shumë gjëra në fushën e biznesit. Dhe kjo bën që juve të jeni mjaft të ndikuar, mjaft pozitiv në anën tuaj dhe në mundësitë e arta që vijnë tani e tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar për sa i përket anës ekonomike, për sa i përket ndryshimeve të mëdha që vijnë tek juve, dhe një nga momentet më të mira që keni tani e tutje është ajo e stabilizimit financiar dhe të biznesit. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dash dhe me britsjap janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket virgjëreshave, meqense virgjëreshat tani e tutje kanë momentin, kohën, ndryshimin, marrë vendime të rëndësishëm në anën e tyre, dhe një nga çështjet më madhore që do thotë ekonomia, edhe një takim që do të bëni nga dreka, që është një takim shumë i frytshëm për juve të kësaj shenje, është një mundësi shumë e mirë, prandaj nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar në këtë drejtim, për sa i përket kohës dhe momentit. Në anën ekonomike financiare, në biznes, duket se e keni mundësinë për të nisur diçka të re, për të parë se çfarë do të bëni në vazhdimsi. Kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjakët dhe diçipar, ujorët dhe diçitetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë peshorja. Për sa i përket peshorëve, meqense peshorët duket se tani e tutje, edhe pse kanë pasur problematika të ndryshme, edhe pse kanë pasur gjëra të paqarta për veten e tyre, për gjërat e tyre, por është një moment mjaft i mirë tani, do shikoni edhe vetë sepse gjërat ndryshohen nga një moment në tjetrin, është koha mjaft e mirë juaja dhe pozicioni planetar ju ndihmon në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me Dem dhe me Akrep janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Akrepi. Akrep të dashur, nëse keni pasur probleme ligjore, probleme udhëtimi, bisedimesh, gjëra kësaj natyre duket se do të zgjidhen. Janë drejt zgjidhjes, nuk e diskutoj, nuk e vën dyshim për arsye të punës së karrierës suaj, për arsye të disa gjërave që pak a shumë është mundësia, është ana pozitive dhe koha e duhur e disa nxitimeve që ju keni, është një moment shumë i mirë dhe tepër ideal në anën tuaj dhe të karrierës suaj. Në çështjet shpirtërore, në lidhje me kohën tuaj, lidhje me ndryshimin tuaj, lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që merren. Dhe kjo është një periudhë që vërtet është mjaft e ndikuar dhe pozicionuar në anën tuaj të çështjeve
financiare të biznesit të mos ka shumë gjëra që janë ndikuese dhe mjaft të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gaforet e dhjetëçit parë, me peshk të dhjetëçit tretë është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë shigjetari. Për shigjetarët, me qenë se shigjetarët duket se kanë kohën, kanë mundësinë, kanë dhe periudhën. Mirë po, kjo periudhë duket pak ndryshe nga që mendojmë, ndryshe nga që veprojmë. Por momenti do që juve t'jeni mjaft të korrekt, mjaft të ndikues në ato që bëni, ndikues në ato që keni. Në çështje shpirtërore apo në gjërat e tjera do të keni, është momenti juaj për të marrë vendime të rëndësishme, sidomos në lidhje me peshk të dhjetëçit parë, luante të dhjetëçit tretë që është perfekta dhe vazhdimësia duket se është korrekte nga ana juaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricjapit. Për sa i përket bricapëve, bricapët duket se tani në këtë periudhë kanë disa mundësi të arta, një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv, mbi zgjidhjen e problematikave, mbi çështjeve madhore ekonomike dhe financiare. Në çështjet shpirtërore ka ndikime shumë të mira dhe aty, por pak vëmendje, mos u nxitoni, sepse bricapët nxitohen për të arritur në finish, po një takim i orës 12 mund ta shtyj udhëtimin ose diçka që do të keni. Është për mirën tuaj, në fakt nuk është për të keq. Kurse në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me binjak dhe me virgjëresh është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorëve. Ujorët e dashur, nëse keni mundësinë ose ndjeni diçka se ju tërheq dhe pa vetdijen se asnjë nuk është gjë, pse atë që e bën edhe pikë, po nuk ju pëlqen ose nuk është mendimi juaj. Kjo do them unë tërheqja. Mos e bëni. Është më të mirën tuaj. Mendoni, gjykoni, pastaj veproni. Është në mirën tuaj për stabilizuar punën tuaj, karrierën tuaj, gjërat e tjera që do të keni, sepse ka pasur mjaft çështje ndryshe mendoni, ndryshe veproni, kështu që pak vëmendje në këtë aspekt. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë pas me ose keni pasur me dëmt të dhjetëçit parë, me ujorët të dhjetëçit tretë, tani është perfektja. Bini pas sepse do më kujtoni ka diçka shumë të mirë në këtë aspekt. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqët dashur, duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft ndikuese, mjaft e mirë, e mbarë në atë që do të keni, por megjithatë, kjo periudhë është një periudhë shumë e mirë për stabilizimin ekonomik financiar, për gjërat që do të keni më vonë, sepse tani për tani mund të duket e vështirë edhe si nga planet që juve keni për veten tuaj, por me kalimin e kohës gjërat do jenë krejt ndryshe në situata të ndryshme për arsye të punës, për arsye të karrierës dhe të gjërave të tjera që do të diktojnë, sepse peshqit dinë shumë mirë çfarë bëjnë, e dinë shumë mirë ku shkojnë. Në anën e dashurisë, duket se me akrep të dhjetëçit parë, me gaforet të dhjetëçit të tretë është perfektja. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 11, ditë shtunë, 11 prill 2026. Para se të ndajmë bashkë, nuk kujtoj edhe një herë, për ju që jeni të interesuar për një bashkim të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje do sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për katës të blerjes, jeni gati për të folur bashkë pastaj nëpërmjet email, atëherë flasim në WhatsApp, pastaj Viber apo ku dëshironi juve. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt për drejtë me juve, në pyetje përgjigje, jemi live, atë që të dërgoni një mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni dhe pastaj jeni gati në bazë të zanave duke ndjekur hapat atje, jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për drejtë përgjigje çdo të mërkurë në orën 20:00. Kam Europola, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mirat.